Shumë reforma. E pam që ka tha zonjë Harxhiu, me njerë shkurt është edhe një deklaratë e zonjës Nagavci, e cila flet për mënyrën se si do të shkojnë institucionet, është video numër 5. E para, duhet të presim certifikimin e rezultateve dhe me njëherë, shumë shpejt, pavonesë do të bëhet konstituimi i kuvendit. Unë besoj që situata e vitit të kaluar ka jap tashmë një momentum të ri, ku është e qartë edhe njëherë që fituesit të zgjedhjeve i takon pozita e kryetarit të kuvendit, edhe nuk do të kemi bllokat sikur se e kishim në vitin e kaluar. Po, dhe pastaj natyrisht për me propozu dhe pastaj për ta zgjedhur. Pra, në këtë pikë, ne me njerë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet konstituimi i kuvendit, edhe pastaj sikur se e përmendet edhe ju, unë besoj që janë numrat për votimin e qeverisë, ndërkohë që pres që të gjitha subjektet politike që kanë mandate në kuvend, të gjithë deputetët që kanë marrë besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata në kuvend, do t'jenë në nivel të detyrave dhe përgjegjësive të veta dhe do të mundsojnë funksionalizimin e të gjitha institucioneve përfshi zgjedhjen e presidentit apo të presidentes së vendit. Pra zoti Abdiziku, jo rastisht dy gratë me funksionet më të larta nga lëvizja vetëvendosje, zonja Nagavci ishte shefe e grupit parlamentar në legislaturën e kaluar dhe zonja Harxhiu po ashtu, jo rastisht dolën këto 2 ditë për t'i thënë këto si gju pa, pra njëherë kryetari i kuvendit, pastaj qeveria, pastaj flasin për president dhe zonja Harxhiu e cila tha duhet president jo partijak. Unë kam shpjegim pse këto 2 ditë kanë ndryshuar ky qëndrim. Ajo lidhet më pas me zhvillimet e brendshme të LDK-s, po për cilat flas më vonë. Po zhvillimet e brendshme të LDK-s kanë mundur që ndikojnë në këto qëndrim. Inkurajojnë këtë pozicion. Sepse ky pozicion ndërkon zgjedhje. Nëse vazhdohet me këtë logjik të zonjës Nagavci dhe zonjës Harxhiu, shkohet zgjedhje. Ky pozicion e përjashton marrëveshjen politike, rrjedhimisht na kthen në pozicionin e njëjtë për të cilin LDK-ja nuk mund të bëj kompromis, që është marrëveshja politike para kusht, vlerë parimore për stabilitet institucional, por është, po them edhe një herë, është mos leximi sakt i tërësisë për skenën politike, atë dënimin që na jep qytetarit gjithëve, më shumë dikuj që i hup 100.000 vota, po që me gjithat e thot, jo, se si jemi dënuar në këtë kanë dëshkuar, tha, partit opozitare. Po, po them, nuk kemi humbur 100.000 vota, i ka humbur kjo parti 100.000 vota, në periudhë shumë të shkurtë. Por sidoqoftë, është pozicion që barikadon, është pozicion bllokues dhe është pozicion që nuk lejon të këtë marrëveshje dhe kompromis. Kompromisi kështu sa duke i akuzuar partitë ish opozitare për bllokadë, ju po thoni vetë zonja Harxhiu, po flet për një bllokadë tre. Pozicion na ka dërguar në zgjedhje në dhjetor. Dhe unë ende s'kam pas komunikime, edhe këto du ta them qartë. Asnjë komunikim s'kemi pasur. As unë, as një njeri i LDK-s. As edhe një njeri vetëm i LDK-s. Nuk ka pas komunikim zyrtar ose jo zyrtar me asnjë prej partive politike në Kosovë. Pra nuk e dim se si duken këto qëndrime zyrtare, por nëse nga partitë politike në Kosovë. Ju s'keni pas komunikim as me vetëvendosjen si parti e parë, as me FDK dhe për çështjen e formimit të institucioneve mas kënd deri tash, sepse ne s'kemi pas as mbledhje të brendshme të definimit pozicioneve dhe hapat më të tashme duke pritur certifikimin e rezultateve, sepse LDK është parti institucionaliste, është parti e euforisë publike, presionit publik. Po në këtë drejtim du ta bëj qartë, nuk kemi pasur komunikime jo formale. A zoti Kurti ka dërguar ndonjë SMS ju thotë apo takohemi si ja bëjmë? Unë kam dëgjuar shumë spekulime kohëve të fundit. Madje një ditë ishim në një vizitë në terren dhe nesër të më pyesnin çka ndodhi se po flitet për një marrëveshje. Nuk ka as komunikim, lërë më marrëveshje. Ka pasur edhe publikim të listave me ministra, me edhe më pak ato janë më pa vërteta, domethënë, sepse po i dëgjoj, edhe këta do të jenë ministra, zë dhe din çfarë ambicie dikush mund të ketë, ndoshta e shtyn dikush vetë se dëshiron tjetër, po jo, pra jemi larg prej
diskutimit për parime, pra ende s'kemi ullë me fol, a dojmë marrëveshje politike, dhe në momentin që ullemi në dy palë, dhe themi s'ka marrëveshje politike, aty nuk e çka flet më tutje, sepse e kupton që po shkon drejt zgjedhjeve. Ky pozicionim, nëse është pozicionim formal politik e një partije politike, na kthen në pozicionet e njëjta që ne s'mund t'i japim jo stabilitet institucional, dhe atëherë jemi të pafuqishëm për mi parandalu zgjedhjet. A ti qartësojmë, ju po thoni se duhet ullur dhe të flasin gjitha subjektet politike para certifikimit, para konstituimit të kuvendit. Jo gjitha, njerë pas certifikimit po ato që dëshirojnë t'japin stabilitet. Apo? Ato që dojnë t'japin stabilitet vendit, mund të ulin me zveti për të dhënë institucione me marrëveshje politike. Po s'pat marrëveshje politike, atëherë a priori është shkaktar i vetëdijshëm i një krize të re politike, çmenduri e radhës e krijuar tani në Kosovë, për cilën edhe ndihem keq, edhe s'du të jem pjesë e kësaj logjike përfaqësuese, sepse do të vjen një ditë që do na presin protesta sikurse në Tiranë, ndaj zgjedhjeve. Ky popull do të ngopet me këtë skemë politike që krijon zgjedhje të parësyshme se është në gjendje me kompromis. As du të kontriboj në një gjendje të tillë, do të përpiqem të ofroj stabilitet me maturi, por jo kontroll e nënshtrem këtë harron në këtë çështje, nëse diçka du ta dini, pavarësisht gjitha spekulimeve, atakimeve edhe gjërave të thëna, parimet nuk e kemi shit. Unë si kam dhënë parimet për asnjë pozitë asnjëherë. Dhe do të mbeteni në pozicion? Ka kuptim të jetë ndryshe, Republika e Kosovës është republikë demokratike, balanci institucional është mision patriotik i Republikës Kosovës, dhe ka vetëm shtylla parë. Shtylla dytë për cilën po flas që do të ketë para se të flasim për pozita, janë çështje bazike të orientimit të Republikës. Tani mund ta reduktoni debatin në gaz amerikan apo jo? Një nga çështjet më diskutuara kohëve të fundit është një ide e lidhjes demokratike të Kosovës, është e vërteta, e projektuar e shkruar në rrugën e re, programin e LDK-s. Që besoj që ka mbet programi më i mirë që ka pas ndonjë parti politike. Tek më vonë do të kuptohen projektet e mëdha të rëndësishme që kemi promovuar aty. Fatkeqësisht po marrim mbështetje qytetare, për gazi amerikan ka qenë orientim strategjik ekonomik. A do të jetë një nga parimet, një nga kushtet? Orientimi strategjik përfshirë dhe gazin amerikan është parakusht i ekzistencës politike të lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe aty ku është LDK-ja, pa orientim strategjik pro-amerikan, përfshirë gazin amerikan, pra gazifikimin e Kosovës. Dhe mund të flas me orë tëra pse është i mirë ky për Kosovën ky projekt. Jo me këtë euforinë e gazifikimit për cilin edhe s'pe kuptojnë shumë, sepse s'janë marrë me këtë. Janë dy procese tjera, gazifikimi i çmyrit me gazin që po absolutisht është tjetër. Gazifikimi i linitit të Kosovës është proces tjetër i cili mund të bëhet paralelisht. Shtrirja gypit të gazit në trasenë ekzistuese nga koha e Jugosllavisë në Kosovë, nga Shkupi në Hantelezit, në Kaçanik, në Ferizaj, në Obiliq, në Voshtrrej e deri në Shkritore Mitrovic, pra ka një trase, ekziston një trase, është interes nacional i Republikës Kosovës, ndodh sa më parë në mënyrë që Kosova të gazifikohet para Serbisë prej linjës së gazit, e më pas ndërtimit centralit me gaz është interes yni, ato mund ta bësh, mund mos ta bësh. Janë dy procese kritikisht nuk janë kundërshtuese njëra me tjetrën, por ju po thoni është etike të bëhet lidhja gazit. Pra gypat e gazit, e rrjetet e gazit amerikan të kalojnë në Kosovë, ne du të insistojmë. E më pas ta shfrytëzojmë atë, sa kemi nevojë. Ju po thoni është parakusht për të bërë edhe një jo vetëm bashkëpunim